më sugjeron një libër të mirë, secili prej nesh i përgjigjet të ndryshe. Sepse në oqeanin e pafund të botimeve letrare çdo lexues gjen zhytje në diçka që i përgjigjet shijeve, përvojave, kuriozitetit dhe botës së tij të brendshme. Leximi nuk është thjesht një proces i ndjekjes së fjalëve në një faqe. Është një dialog i heshtur mes autorit dhe lexuesit. Kur ky dialog funksionon, faqet kalojnë pa u ndjerë. Koha humbet kuptimin dhe na mban të lidhur tensioni i vazhdueshëm për të zbuluar se çfarë fshihet në faqen tjetër. Dhe në të kundërtën, kur nuk krijohet kjo lidhje, edhe një libër i vlerësuar mund të lexohet me mundim ose të mbetet i papërfunduar. Pikërisht këtë marrëdhënie mes librit dhe lexuesit e zbulojmë në këtë episod. Çfarë bën një libër të na mbaj peng deri në faqen e fundit? Unë mendoj se është çështje shihesh, shihet e sofistikuara, mendoj që kërkojnë libra të sofistikuar, shihet mesatare, gjithmonë po flas për letërsinë, kërkojnë libra mesatar, por për herë nëse do të mbaj deri në fund ose jo, varet nga shumë komponente, nga në radh parë kërkesa jote, që është barabar me shijen si lexues, e dyta nga oferta stilistike, estetike e shkrimtarit, edhe e treta ndoshta nga themi plejada e shkrimtarëve që ti u beson, sepse ndonjëherë krijojmë një mani pas një shkrimtari dhe dëshirojmë të shterim gjithçka çfarë ai ka shkruar. Mbase prej librit në libër nuk është për herë i njëjti i fortë, por na krijohet paragjykimi që është super autor dhe na mban deri në fund. Mendoj që është pak e ndërlikuar çështja, është psikologjike më shumë. Ka të bëjë me lidhjen që njeriu si lexues, si apasionuar krijon me librin. Unë mendoj që nëse dashuria është e madhe për leximin, është gjithmonë e vështirë ta lësh. Unë bëj pjesë të ata njerëz, ndoshta deri në shkallë manie kam këtë që një libër që nis e kam shumë vështirë ta lë në gjysë edhe nëse nuk ma bën çefin aq shumë. Ndoshta librat më të mirë nuk janë thjesht ata që na argëtojnë, por ata që na sfidojnë. Na trondisin emocionalisht dhe na lënë me pyetje që vazhdojnë të na shoqërojnë edhe pasi kemi mbyllur kopertinën. Përse disa libra na përthithin plotësisht? Cilat janë elementat që na mbajnë të mos i shkëputemi një libri? A është fuqia e historisë, ndërtimi i personazheve, stili i autorit apo aftësia e librit për të na bërë të njohim më mirë veten? A është sekreti tek drama, mesazhi, struktura e narracionit, psikologjia e leximit apo thjesht disa autorë spikasin me këtë mjeshtri? Shumë bukur i keni radhitur të gjitha, mendoj që të gjitha bashk. Edhe këtu natyrisht është përvojë personale, sepse leximi është tepër përvojë personale dhe intime, dallon shumë nga leximi në lexim, nga një vepër në vepër tjetër, nga autori në autor. I njëjti libër në kohë të ndryshme, nga i njëjti person nuk perceptohet njësoj. Çështja e receptimit është në teorinë moderne letrare është e ndërlikuar aq sa janë teoritë e shkrimit. Sepse receptuesja, lexuesi është në një farë mënyrë një bashkautor, se lexon kultura jote, nuk lexon ti. Lexon ajo çfarë ti ke lexuar deri në atë moment. Kështu që unë ndonjëherë mendoj se për vete nëse flasim, edhe vetë kur lexoj nga një kohë në një kohë tjetër një libër që kam dëshirë t'i kthehem, ta rilexoj, se Italo Calvino është shumë interesant, një shkrimtar italian thot gjithmonë për disa vepra që na vjen turp që si kemi lexuar më herët themi po e rilexoj, se na vjen keq që rishtazi jemi duke lexuar, po s'duhet të na vi keq, sepse gjithmonë mbetet diçka pa u lexuar, është shumë e rëndësishme ta kemi pengun e leximit, të duam të lexojmë. Kështu që përvoja ime personale është se nga një kohë në tjetrën edhe autorin e njëjtë, librin e njëjtë nuk e lexoj njësoj, sepse ndryshon gjendja emocionale, bagazhi i leximit, bagazhi i kulturës, por edhe nga ana tjetër kërkoj shumë stil. Te unë është gjuha gjithçka, sepse konsideroj që letërsia është gjuhë, nuk është ngjarje, nuk është rrëfim vetëm, është gjuhë. Gjuhë e kam fjalën gjuhë letrare, gjuhë poetike, jo gjuhë e letërsisë, jo gjuha si gramatik. Kështu që nëse autori ka ditur se ku dallon e folura e zakonshme nga folura artistike, nga letërsia. Letërsia i thot në mënyrë të organizuar gjuhën atë që ti e thua në mënyrë të thjeshtë. Do të thënë është një teori thot përdhunimi i organizuar i gjuhës, sepse ti e ndryshon faktikisht gjuhën me cilën njerëzit tjerë thonë shumë thjesht për diçka. Për shembull ne themi vetëm na mori malli, një letrar thot mu terën syt për ty, për shembull, që është e njëjta gjë në fund të ditës, por mënyra se si thuhen gjërat. Unë jam e apasionuar ndaj mënyrës së rrëfimit, ndaj narracionit, ndaj linjave narrative. Si një autor shkonte ngjarja, jo çfarë është ngjarja. Është popullore bindja se leximi është akt individual dhe përjetim subjektiv i secilit. Kjo më së miri argumenton idenë se shkëndinë e parë të dashurisë me leximin
Secili lexues e ka gjetur në përvoja të ndryshme, të një rrëfim, autor, titull tjetër. Nga duhet të filloj një lexues i ri që të dashurohet me leximin. Unë kisha dashur fëmijët të lexojnë libra për fëmijë shumë, sepse bota e librit jeton në prall, jeton të librat për fëmijë. Përvoja ime me letërsinë ka filluar te librat për fëmijë, sepse aty ndizet imagjinata, aty është gjithçka. Pastaj më vonë edhe te folklori ku gjithkush e ngjyen pak bukën çdo autor, patjetër, më vonë. Mendoj se fëmijët duhet nisin kështu me libra atraktiv, libra që ju pëlqejnë, paçka se mund të jenë ndonjëherë edhe bestseller, ndoshta jo edhe shumë artistikisht të ndonjë kështu niveli të lartë letrar, por mjafton që ta krijoj kimin me librin, sepse edhe libri lexuesi e di shumë mirë atë që krijohet një kimi me letrën, me aromën e letrës, me ngjyrat e kopertinës, të gjitha ndikojnë që ti e don ose se don atë libër, përveç asaj që është brenda. Kështu që mendoj se këtu jemi shumë faktor. Faktori shkollë, mësues, faktori botues, faktori librari, faktori print, dhe pastaj natyrisht shija e përgjithshme artistike që lidhet me muzikën, me filmin, edhe me arte të tjera. Shkolla vijon të mbaj primatin në përgjithësinë për të ndërtuar kulturën e leximit. Por listat e përkufizuara të lektyrave të detyrueshme shkollore nuk e zgjojnë të njëjtën kërshtëri tek secili. Kurrikulat e shkollës të paprekura ndër vite e ushqejnë apo e tkurrin këtë kulturë sot. Ky është problemi kryesor, mendoj sot, i kulturologjisë, edhe i shkollës, fatkeqësisht. Shkolla fatkeqësisht nuk po e stimulon mendimin kritik. Atë që do duaj sot ta bënte shkolla në kohë robotësh, inteligjencash artificiale, do duaj vetëm të dinte ti sistemonte njohurit dhe të mendimin kritik ta stimulonte, po fatkeqësisht nuk e bën. Pse mendoj që nuk e bën? Sepse janë kurrikulat e njëjta që kanë qenë nuk disa kohë pa ndryshuar. Ndonjëherë edhe kur janë rekomandimet e drejta, për shembull te kurrikulat ju e dini mirë që janë disa autorë janë autor klasik dhe ata i bëjnë si autor në programe që i kanë. Por mënyra se si shkon mësuesit ata autor ndonjëherë krijon një lloj alergjie, them në thonjza, që ata krijojnë antitrup ndaj letërsisë, sepse mënyra se si u jepet si detyrim, ata autor për gjithë jetën e kujtojnë si një diçka që e kanë pasur detyrim. Ndoshta tash respekt për përjashtimet, se ka edhe mësues të shkëlqyeshëm që e bëjnë letërsinë vërtet të mirë dhe nxënësit e atyre janë lexues, por ka për fat keq edhe për atyre që letërsinë u bëjnë fëmijëve si një lloj dënimi dhe ata kur për jetë më nuk kanë dëshirë të lexojnë Tolstoj, të lexojnë Dostojevski, se i mendojnë si diçka që do t'i dënoj. Ndërdia e merr ashtu, jo se edhe nëse u azgjatësh nesër mikrofonin i thua kush është autori yt i preferuar, ai thot Ismail Kadare, Dostojevski, Tolstoj. Po e pyete, cili është libri që të ka lënë më shumë përshtypje, thot Dashuria e Talatit me Fitneten, që janë përjashtuese me njëra tjetrën, që i bie se vetëm ashtu është mësuar për mod, ti thot disa emra, por në fakt leximet janë mangët, se në qoftë se ke mbrit lexosh letërsi klasike, atëherë pak më vështirë shkon mrapa. Kështu që keni konstatimin shumë të drejtë kur thoni që kurrikulat ndonjëherë në vend që t'i çojnë fëmijët te leximi, dinë edhe t'i vonojnë ose më e keqja të mos i çojnë kurrë. Çfarë raporti ka me leximin lexuesi i ri sot? Ku anojnë shijet e të rinjve dhe me çka ushqehet më shumë kultura e leximit? Raporti i lexuesit është i mirë me belletristikën, sepse i pëlqejnë këto tituj që janë trillim. Janë trillim, por janë një trillim i bukur, jo një trillim klishe. Veçanërisht tash në kohë të fundit është bë edhe një kërkesa me këto libra që janë thriller. Edhe këto janë libri një ndër titujt më të kërkuar që i kemi ne, për shembull është autorja Frejda, me shërbetoren kemi Bënamin. Domethënë është kërkuar aq shumë sa që nuk di si non-stop kishim kopje nga ky titull. Pastaj është edhe një autore tjetër bashkëkohore me këtë stil, është B.A. Paris, edhe ajo kërkohet shumë, pas dyrëve të mbyllura nga ajo autore është kërkuar shumë. Agatha Christie është një ndër autoret e këtij zhanri. E shoh të rit e pëlqejnë këtë zhanër shumë. Unë biles ndonjëherë mundohem që t'i largoj nga ky zhanër. Për shembull, ti orientoj më shumë në këto temat aktuale, në këto temat sociale, temat ngjarje të bazuara në jetën e përditshme dhe të marrë një mësim nga ato. Tituj të atill, për shembull, kemi nga Elif Shafak,
40 rregullat e dashurisë është një ndër kryeveprat e saj dhe është shumë e bukur. Romancë kërkojnë shumë. Këto është një grup mosh pak më e re, këto 14 vjeçaret, 15 vjeçaret tani e kanë atë fazën e këtyre temave të dashurisë. Edhe këto i kërkojnë shumë. Një ndër autoret më të shitura është edhe Colleen Hoover. Vlen ta ceki se kjo autore ka pas libri më të shitur, Mbaron me ne. Është shitur aq shumë ky libri sa nuk di si të them. Ishte e çuditshme dhe ishte habi se e kërkonin edhe 14 vjeçaret. Edhe unë nuk se gjyroja dot, sepse aty në këtë libër autorja e tregon një ngjarje që ka të bëjë me feminizmin, një gruaj që është e dashuruar, të dy janë dashuruar, por një gruaj që është gjithmonë në dhimbje dhe gjithmonë është e maltretuar fizikisht nga partneri i saj. Por ajo kthehet edhe në të kaluarën e vet, në moshën 14 vjeçare, domethënë tregon edhe dashurinë e parë që ka as. E kam pa të rit se është bë viral në rrjetet sociale dhe vinin e kërkonin 14 vjeçare, por unë mendoja se nuk është libër për 14 vjeçare, domethënë është për më të rritur. Romanet thriller, mister dhe dram tërheqin lexuesin sepse krijojnë tension, emocion dhe kurreshtje për vazhdimsinë e ngjarjes. Në anën tjetër, letërsia klasike mund të jetë po aq tërheqëse, pasi trajton tema të thella dhe lë mesazhe që mbeten aktuale edhe sot. Letërsia klasike është klasike, edhe romanet bashkohore ti kur e lexon një roman autor bashkëkohor e din që shpejt ky roman do të jetë një roman klasik, sepse duket, sepse e din që sepse edhe klasikja shtrihet edhe deri në ditët e sotme. Unë mendoj që të rinë duhet të shkojnë më shpesh në librari. Tani ne jemi pak mangët me librari në të gjitha qytetet tona, por aty ku janë duhet të vizitohen, panajiret, librarit, sepse mjedisi letrar ndikon shumë. Mjedisi është ai që krijon, një herë merr për qef, një herë merr për snobizëm, për t'i treguar dikujt që po lexoj, po më pastaj prap kalon te ajo faza e varësisë. Momentalisht ne jemi në një librari ku unë kam kaluar 5 vite punë, kam bërë këtu, dhe ndoshta edhe prej kësaj perspektive kur unë kam bërë më shumë se 20 vjet si pedagoge letërsisë, mund të them që është nga përvojat më të mira të punës. Një për shkak të rrethit të njerëzve që gjithmonë janë lexues ata që qarkullojnë, dhe e dyta për shkak se je tepër familjar me kopertinat, me titujt, me përkthysit. Për një herë kultura jote shkon në një tjetër shkallë. Pa e vrarë mendjen, pa u fokusuar shumë, thjesht duke marrë ndërdia. Këtë përvojë mund ta kenë ata që shkojnë shpesh në për librari, në për biblioteka. Kështu që mendoj se edhe ky është një hap i rëndësishëm për të nisur, për të avancuar kulturalisht, për të rit po flas. Çfarë lexon një njeri me shije të kultivuar letrare? Kjo përgjigje mund të shërbejë si një udhërrëfyes i vlefshëm për çdo lexues që kërkon vepra me vlera të qëndrueshme. Lexoj përgjithsisht letërsi klasike dhe përpiqem të ndjek nobelistët, ata që dikush tjetër ka thënë po ky është i mirë, që të mos humbim kohë, sepse nga viti në vit fatkeqësisht më pak kohë, më shumë libra, kështu që zakonisht i ndjek kush thotë, a kush janë ata që thonë, ato që përcaktojnë se ky libër do duhet të ishte nobelist, do duhet merrte çmimet famshme ndërkombëtare. Unë e lexoj me shumë kënaqësi Amos Ozin, një autor që më mban peng dhe ndjek, përpiqem të lexoj gjithçka që është botuar prej tij në shqip. Lexoj me shumë dëshirë Maria Vargas Llosën, që nga koha kur u bë nobelist, ja kam lexuar të gjitha librat. Në fakt sipas kam lexuar të gjitha në shqip, sepse tani gjeta një kohë të këqija që nuk e më pas ka rënë më herët. Lexoj me shumë dëshirë Umberto Econ, Miguel de Unamunon. Kur kam qenë fëmijë kam lexuar me shumë dëshirë poezit për fëmijë, sidomos i kam dashur Adelina Mamaçin, Agim Devën. Edhe tani lexoj shumë letërsi shqipe, më pëlqen, sepse mendoj që nga vitin 1960 këtej kemi një letërsi që i konkuron letërsisë evropiane, nuk i le mangut asgjë. Pas viteve 90 kemi një letërsi pa kufi që do t'i kisha rekomanduar të rinjve tanë. Lexoj me qejf që nga autorët, që nga Kadareja, Agolli, Qosja, Brezi tani më i ri, lexoj me dëshirë Tufën, lexoj Rita Petron nga poezia, Mimoza Ahmetin, autorët tanë Lulzim Azirin e lexoj me shumë dëshirë nga Maqedonia, Lindita Ahmetin, miken time, lexoj me mallëngjim. Kështu që nuk lexoj gjithçka që mendoj që i plotson shijet e mia letrare. Dhe shijet e mia letrare, unë tani jam profesoreshe letërsisë, jam lexuese profesioniste, mund të konsiderohem më buzholl në letërsi, kështu që nuk kam më atë luksin që e kam pasur si gjimnaziste, të lexoj gjithçka që më binte në dorë, edhe si studente.
Prandaj mendoj që nxënësit dhe studentët do të lexojnë gjithçka që u bie në dorë, sepse më vonë do të jenë shumë selektiv. Dhe ajo është fazë e keqe kur je shumë selektiv. Njësoj si filmat, kur shumë duhet rekomandime të mëdha, lexojmë që tulemi të humbim 2-3 orë, nëse s'na e kanë dhënë rekomandimi nuk e dim edhe a duhet, as duhet, kështu që njësoj është edhe me letërsitë. Dhe do të kisha thënë, ndoshta pak me një krahasim trivial, do të kisha thënë, leximi është pak si kafja, ndoshta, kur jemi të ri, kur e shijojmë, themi, si e pinë këtë gjë në idhët. Ndërsa pastaj s'mundemi të zgjohemi pa të. Njësoj është edhe leximi, mendojmë si mundet të ja kushtojnë kohën kësaj veprimtarie të mërzitshme. Dhe më pastaj kur mësohemi me atë veprimtari të mërzitshme, nuk ja bëjmë dot. Jeta jonë është ndoshta edhe pengi i letërsisë. E zgjodha Vargas Llosën, sepse është nga autorët që më ka lënë pa gjumë. Do me thënë, këtë autore kam njohur përmes këtij libri, sapo ishte shpallur nobelisti vitit 2010, dhe isha thjesht kurioztare të di kush është ky autor që po flitet kaq mirë, dhe më pastaj kam gjurmuar gjithçka që ai ka botuar në Shqip, sepse është nga ata që i dua shumë. Përse do të kisha thënë? Sepse bën një radiografi të pushtetit, të totalitarizmit. Dhe tani unë mendoj ende vazhdoj të jem në një farë mënyre e varur në këtë histori të një vajze Urania që tregon historinë e babait të vet dhe mënyrën se si jetonte ajo brenda një diktature të Republikës Dominikane, një diktaturë shtypse pa shembull do të kisha thënë. Ndoshta kjo ndodhte sepse edhe gjysma e kombit tim kishin jetuar një diktaturë të atill dhe kisha lexuar shumë letërsi të pasojës që e quajnë pas viteve 90 që fliste se si ka qenë jeta në diktaturë, por besoni e mira dhe e keqja thonë s'ka fund, dhe unë kam parë se si deri në çfarë nivele mund të shkojë çmenduria e një tiranie. Është tamam një radiografi. Unë do të kisha thënë që në qoftë se dikush dëshiron edhe të tronditet së brendshme nga ngjarje shumë të rëndësishme të botës, sepse të gjithë e dinë që diktatori Trujillo ka ekzistuar dhe rrëfimi për të vetëm është dhënë nga pena e jashtëzakonshme e një nobelisti siç është Mario Vargas Llosa, edhe mendoj që do të ishte shumë një zgjedhje mirë për të gjithë ata që kërkojnë edhe stil, jo vetëm një ngjarje, se është tamam një vepër që të mban. Personazhja që rrëfen është Urania, është një grua, domethënë përveç mënyrës se si jepet jeta në diktaturë të pashembullt, është edhe këndvështrimi femëror, sepse dhe kjo është shumë me rëndësi, se nuk e ka atë që thuhet të shkruarit femëror, por e ka vetëm mendimin femëror, sensin femëror mbi ngjarjet, dhe mendoj që edhe ajo komplikohet edhe më shumë, sepse edhe viktima e drejt për drejt është një grua, dhe përmes një historie familjare, përmes një historie vazaliteti që e bën babai i saj, i cili është një funksionar në qeverinë Trujillo, jepet faktikisht gjithë tmerri që përjetohet nga ata njerëz që shtypen nga një diktaturë pa shembull. Lexuesi shqiptar thash nuk i ka të panjohura këtë ngjarje, por ky është nga kulmet. Është shumë interesante se Vargas Llosa nga kjo vepër në vepra tjerë është krejt tjetër. Domethënë kur merr dhe lexon vepra tjera që ka shkruar, e sheh sikur nuk po flitet për të njëjtin autor, përveç stilin natyrisht duken ato shenjat e njëjta, por sa i përket ngjarjeve di të bëj kapërcime të jashtëzakonshme, dhe kjo ndoshta është një prej mjeshtrive shtesë të një autori. Një libër që të mban peng deri në shkronjën e fundit është romani Më thuaj kush jam nga Julia Navarro. Është një rrëfim historik që ndërthur dramën familjare, spionazhin, politikën dhe historinë e Evropës së shekullit 20. Historia nis kur gazetari Guillermo merr detyrën të jetojë jetën e stërgjyqes së tij, Amelias, një grua për të cilën familja di shumë pak. Përmes rrëfimeve të atyre që e kanë njohur, Guillermo rindërton cop për cop identitetin e Amelias dhe përpiqet të kuptojë se kush ishte ajo në të vërtetë. Në misionin e Guillermos për të njohur këtë grua misterioze, bëhemi lehtësisht pjesë edhe ne, duke qëndruar në tensionin e zbulimit të arketipit të një gruaje të paimagjinueshme, me guxim të hekur dhe liri të plot për të ndjekur një jetë plot pasion, rrezik dhe zgjedhje të vështira. Është një kombinim i romanit historik, misterit familjar dhe dramës psikologjike,
ku historia personale e Amelias shërben si një pasqyrë e trazirave politike dhe shoqërisë së Europës së shekullit 20. Në fund, pyetja "Kush jam?" merr një kuptim më të thellë. Identiteti i njeriut formohet nga zgjedhjet, gabimet, idealet dhe mënyra se si përballet me kohën në të cilën jeton. Temat kryesore të romanit janë kërkimi i identitetit, dashuria dhe tradhtia, liria dhe sakrifica, ndikimi i luftës dhe totalitarizmit në jetën e individit, marrëdhënie mes të vërtetës historike dhe kujtesës personale. Asnjëherë fundi i një libri nuk më ka tronditur më shumë. Julia Navarro është një autore e destinuar për të mbajtur peng lexuesin në çdo vepër të saj. Në platformën Goodreads, libri i saj është lexuar nga më shumë se 35.000 lexues dhe është vlerësuar me notën 4.48 ndaj 5. Asgjë nuk e shpjegon luftën dhe ngjyrat e vërteta të historisë më mirë se historitë dhe përjetimet njerëzore. Këtë bindje e vullos trilogjia Kalorësi i bronzë nga Paulina Simons. Autorja ka një mjeshtri të jashtëzakonshme rrëfimi, që të mban peng dhe në tension për zhvillimin e ngjarjes. Përshkruan mjeshtrisht situata duke na futur vrrullshëm në psikologjinë e personazheve dhe përjetimet e tyre më të thella. Trilogjia përbëhet nga 3 romane: Kalorësi i bronzë, Tatjana dhe Aleksandri dhe Kopshti pranveror. Një histori epike dashurie që shtrihet nga lufta e dytë botërore deri pas saj dhe ndjek jetën e Tatjanës dhe Aleksandrit. Temat kryesore të trilogjisë janë dashuria që i mbijeton luftës dhe kohës, sakrifica për njeriun e dashur, mbijetesa në kushte ekstreme, trauma e luftës dhe pasojat e saj psikologjike, shpresa, falja dhe rindërtimi i jetës. Në platformën Goodreads, Kalorësi i bronzë është vlerësuar nga rreth 100.000 lexues me koeficientin 4.28 ndaj 5. E pëlqej këtë autorin kines Yu Hua. Një ndër librat e bukur të këtij është Dita e 7. Është shumë e bukur. Është një libër që vërtet nuk mund ta lëshosh nga dora sepse ka të bëje me një ngjarje ku personazhi vdes dhe përshkruan 7 ditë pas vdekjes së tij. Do të thonë, ai udhton pastaj kur vdes në kohën moderne, në kohën të cilën është ai. Autori është kinez dhe kryesisht bazohet në rastet e jetës aktuale në Kinë. Ne mendojmë se Kina është perfekte, por edhe Kina nuk është perfekte. Aty përshkruan në këtë roman protagonisti është një djalë shumë i dhemshur, një djalë shumë i kujdesshëm, është shumë familjar, por që është rritur me skamje, por nga skamja është bërë një djalosh me të gjitha virtytet e larta që mund t'i ketë një njeri dhemshur, punëtor, por pas vdekjes së tij ai pastaj kupton edhe rrjedhën e jetës së vet, ka qenë i birësuar nga një baba që e ka rritë sikur të ishte baba i vet, edhe i tregon ato ngjarjet e pushtetit politik në Kinë, se si edhe aty ka padrejtësi, edhe aty ka korrupsion pafund. Edhe i përshkruan çdo ditë ai në 7 ditë ai takon njerëzit që i ka hasë në të kaluarën. Më e rëndësishme është se nga ky libër mundsohet edhe zhvillimi i empatisë. Vërtet është i dhimbshur, po mëson shumë nga ky libër. Në episodin e radhës të Mos gjykon nga kopertina, flasim për fenomenin Gabor Mate.